Jemi në një nga shumë dhomat e Muzeut Etnografik të Beratit, që është e rimuzeuar, që pas një restaurimi dhe pas një rikonstruksioni, shumë të rëndësishëm, fal një bashkëpunimi edhe në nivel vendor, por edhe në nivel qendror. Sot kemi kënaqësinë ta inaugurojmë, pra hapet për publikun, do kemi një 2 javësh pa pagesë për turistët, për vizitorët, për beratësit, për gjithë ata që janë interesuar ta vizitojnë, ku do të kuptojmë çik nga fluksi i vizitave, nga oraret, nga reagimi i lagjes, bujtinat, hotelet, të gjithë ata që mezi e prisnin që ky muze etnografik që i mungonte menus Beratit turistik dhe të Beratit të trashëgimisë kulturore, ta hapej, tashmë është i hapur, ne do të kemi këtu një aktivitet të vazhdueshëm që ky të mos jetë një muze statik, ky do të jetë një muze i gjallë, që të tregojë, të rrëfej, me të ketë aktivitete të vazhdueshme me shoqata, grupe, me themi artistë, me zejtar, me njerëz të cilët janë dashamirës të folklorit, të traditës, dhe që së bashku do të ndajmë këtu dhe mësime, edukim për diebërjen, trashëgimi kulturore jo materiale dhe gjithçka që lidhet me historinë dhe me identitetin ton të zonës natyrisht, po edhe që të plotësojmë gjithmonë më shumë atë që është një margaritar i vërtet i pasurisë sonë të trashëgimisë kulturore dhe të vendit ton, ka shi vetes son dhe ka shi atyre që duan ta vizitojnë Shqipërinë, që numrat e tyre po rriten gjithmonë më shumë. Kështu që unë ju falenderoj të gjithëve për punën, edhe ka qenë e jashtëzakonshme pjesa e përpjekjes që ka bërë edhe Këshilli i Qarkut, edhe Bashkia, edhe DRTK-ja, dhe Qendra Muzeore. Natyrisht falenderoj edhe prefektës që jeni këtu me ne. Ne do të bëjmë ç'është e mundur që ta mbajmë lart emrin e Muzeut Etnografik Beratit dhe të jemi në lartësinë e duhur sa i takon pjesës së muzeimit, të pjesës digjitale të muzeimit, po edhe të pjesës së aktiviteteve dhe të mbështetjes që ne do t'japim edhe për strukturën tuaj, edhe për më shumë njerëz që të keni një jo vetëm logjistik, po edhe kapacitete njerëzore të mjaftueshme për ta përballuar mirë, se do kemi një sezon veror që do jetë goxha i populluar.